Tani Sokrati ka thënë, një nga shprehjet e tij është martohu patjetër. Po. Nëse gruaja jote është e mirë, do të bëj të lumtur. Nëse të bie një grua e keqe, do bësh filozof. Tani ti je bërë filozof, por i lumtur nuk e di. Mos ndoshta je martuar në fshetësi Tingjela dhe asnjëri nga ne nuk e di. Mos ngatroni martesën me bashkëtesën. Martesa është ligjore. Më kuptoni? Martesë ligjore nuk kam bërë asnjëherë. Sepse nuk do ishte normale për personalitetin dhe lirinë time që unë të bëj një divorc me gruan time. Ose jo me mua. Njeri i lirë, kjo me mendje. Gjithë me që më pyete, se kam biseduar me media, gjithë problemin qëndron që po të vendosnja që të kisha fëmijë, do isha martuar me martesë ligjore. Mos taj, amore libera. Dashuri e lirë dhe art, letërsi, kinematografi, monolog i brendshëm, krijim. Këto janë, është lirike. Dhe pastaj rrethonat e tjera që janë ishte edhe burgu im, që të themi gjë. Burgu të jep një burgu po je me një nivel lartë intelektual me dije, të zgjeron shumë monologun e brendshëm. Monologu i brendshëm të jep elekuencën. Elekuenca të jep afektin në shoqërinë tënde. Edhe pyetja ime është kjo. Kam audiencë të madhe unë sot? Unë nuk e di, ju e dini. Kam? Ke. Në rregull? Maksimalisht. Nga elekuenca kam. Po ndoshta dhe liria e të shprehurit. Pa jo është elekuenca. Elekuenca është një mënyrë, është forma. Po liria e të shprehurit pastaj është një tjetër gjë. Liria e të shprehurit pastaj është kjo që ti je njeri i lirë. E fri. Nëse do kishte qenë i martuar, do ishe kaq i lirë? Ja, do ndryshonte. Martesa të ndryshon. E para punës njerë unë nuk do pranonja divorcin. Sipas flas brenda konceptit tim moral. E dyta pastaj do ishte gjithë familja.